Mirë se keni ardhur e pace mirësi që jemi në këtë shtëpi franceskane, kishe franceskane, historikën e Tiranë fatkisht, edhe nëse dikur ka qenë ma e vogël, në kohë e Padre Zefit edhe përpara, ka qenë pak a shumë një kapel, ma shumë se një kish. Masa rindërtimit që tani jemi duke përfundua gradualisht programet edhe ikonografike e jemi mbledhur sot për me peroruar se bashku me ju vitrazhet e fundit, sidomos ata që janë në pjesë navates e kishës, që kanë një tematikë lidhur me festa e sotme. Sot të kremtojnë festa liturgjike e Shenj Francesku i Asisit, një figurë mjaft e njohur në botë, jo vetëm në gjirin kishtar, por në ta botën si një figura njerëzore që vërtet ofron një panorama kulturore, artistike. Ai vetë ka qenë poet, ai ka qenë autori i veprës së parë me të cili filoke studimi e letërsi italiane. Vepra e parë që ne kur shkojmë në shkollë studiojmë, Kenga e Vlau Djelit, për të cili flasim sot, e që kemi ndëruar o kujtuar në përmjet këta sidomos 4 vitrazhe që janë në 4 kënde e kishës, si do të dëgjojnë ma vonë. Ky këngë është një këngë plot me shpirt frymëzimi biblik pa tjetër, por që ka edhe një zere për moderniteti në momentin të cili tematika mjetësore, tematika e natyres, kultura si diska që duke me mbrojtur e me vlerësuar në mënyrë ndryshe, nga jo vetëm shfryzuar, as një kulturë që përhapet gjithmonë më tepër. Është një mesazh që Papa Francesku e ka përmbledhur në disa dokumentet. Papa Francesku, që ka merr pikërisht nga Shenj Francesku emrin e tij si papë, e ka dëshiruar me hapur një kapitull i ri në doktrina shoqënore e kishës. Do me thanë, 2 dokumenta kryesore rëndësishme, në të cili ai përbalon për herën e parë në mënyrë sistematike çështja mjetësore, çështja ekologjike nga një pikpamje patjetër krishtere. Për të arsye jemi, besoj, duke jo vetëm propozuar një vepër artistike me një gjuhën kontemporane, me një teknika veçantë që është vitrazh, por jemi edhe duke menduar se edhe botën tonë, qytetin tonë, jeta jonë ka nevojë për me pranuar një kontakt të ndryshme, një marrëdhënie ndryshme me ata krijesat të ndryshme që me të cili nëse na mungojnë edhe ne nuk kemi mundësi për me zhvilluar jetën tonë. Jemi të gjithë lidhur e në varësi njëri me tjetrin në mënyrë pozitive ose negative, varet prej nesh si veprojmë. Shenj Francesku, për të cili tani do ta dëgjojnë tekstin në përthimin shqipe e kantiku i Vlau Djelit, na frymëzon, besoj, kjo aspekt në mënyrë fuqishme. Njëkohësisht ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj që keni ardhur sot duke dhënë punë të tjera për marrë pjesë në këtë cerimonie vogël tonë. Keni edhe përbaluar blokimit e rrugave, sot asfaltin na pasuron ndajën, sot tamam. Por keni ardhur me ne e bashkëndaj me ne këtë momente që për ne është rëndësishme, e besoj për ju edhe për qyeshme duke vlerësuar vepra artistike, 2 artista që janë mes nesh, Eduardi dhe Albana Sinaj, që meritojnë vërtet një kujtim veçantë, sepse e kemi kryer një cikël komplet me një stil, një dialog, gjithmonë kemi dialoguar mbi tematikat, por zhvillimi formal artistik kleqësisht meritën e tyre edhe realizimi artistik, artizanal, se vitrazha është puna artizanatit më të lartë, njëndat më të lartët, në vërtet pasuron panorama jo vetëm të kishave edhe e qytetin ton Tiranë. Mirë, faleminderit akoma për ardhjen tuaj e tani Restina na propozon
leximi i teksti i kantikut që ka frymzuar veprën për të cilën jemi këtu. Faleminderit, Pater Flavio. I tejet larti, i gjithë pushtetshëm Zoti mirë. Të tuat janë lavdet, nderi, e lavdia në çdo bekim. Vetëm ty, i tejet lartë, të kanë hije, dhe asnjëri nuk është i denjë të përmend. Qofsh lëvduar Zoti im me të gjitha krijesat e tua, veçanërisht për Zotin tim vëlla diellin, i cili është i shëndritshëm nëpërmjet tij na ndriçon. Ai është i bukur dhe rrezullues me shkëlqim të madh. Shëmbëllimi yt është o i tejet lartë. Qofsh lëvduar, Zoti im për motrën hënë dhe yjet, në qiell i ke krijuar të qarta dhe të çmueshme të bukura. Qofsh lëvduar, Zoti im për motrën erë, dhe për motin e vrenjtur dhe të kthjellët e për çdo stin, nëpërmjet të cilave përkrah krijesat e tua. Qofsh lëvduar Zoti im për vëlla ujin, i cili është fort, i dobishëm dhe i përvuajtur, i çmueshëm e i dëlirë. Qofsh lëvduar Zoti im për vëlla zjarrin, përmes të cilit ndriçon për ne natën. Ai është i bukur dhe i hareshëm, i fortë edhe i fuqishëm. Qofsh lëvduar Zoti im për motrën tokën tonë, e cila na ushqen dhe na mban dhe prodhon çdo lloj fryti me lule dhe barra shumë ngjyrshe. Qofsh lëvduar Zoti im për ata që falin dashurinë tënde dhe durojnë sëmundje e mundime. Lum ata që do të durojnë në paqe, sepse prej teje, o i tejet lartë do të kurorzohen. Qofsh lëvduar Zoti im për motrën tonë, vdekjen trupore, nga e cila askush nga të gjallët nuk mund të shpëtojë. Vaj për ata që do të vdesin në mëkat mortar, lum ata që ajo do t'i gjejë në vullnetin tënd tejet të shenjtë, sepse vdekja e përjetshme nuk do t'i cënojë. Lavdërojeni dhe bekojeni Zotin tim me falenderojeni, e shërbejeni atij me përvojtëri të thellë. Kemi dëgjuar teksti i frymëzues për veprën që jemi duke perorua sot e prezentuar. Me lejoni dy fjalë për me treguar konteksti e veprës. Fjalët që si titull kanë vënë një titull që më pëlqen shumë. Kantiku i rishkruar me qelç. Kjo është që kemi rreth. E duhet të rfej se kemi bërë përpjekje të mëdha që ta arrinin në kokë perurimin të vitrazheve të reja polikromi brenda këtë viti 2025, kur mbar familja franceskane botërore
për kujton 800 vjetorit e kompozimit të kantikut e Vlajdjelit prej dorës së Shën Franceskut të Asisit. Eduard le Albanasinaji, me përkushtim të malë artistik, le me punë tërësisht artizanale, ja dolen të qojnë deri në fund këtë vepër në mes të një vere jashtë zakonisht të nxehtë. E ka mësuar mjaft, e ka munduar mjaft. Mendoj se në këtë rast bashkëpunimi ynë i gjatë në fushën të artit të shenjtë e në shërbimit e kishave ka arritur një pikë të denjë për të shënuar dhe duke reinterpretuar artin shumë shekullor të vitrazhes se lilu në plumbë. Le njëkohësisht duke u hapur atë ndaj perspektivave të arti bashkëkohor. Një falenderim të sinqert për ju. Jo pa një ndjenje krenarie të shëndeshme, falenderoj besimtarët e familjes sime, të cilën ndër këto vite kanë mbështetur financiarisht njërin pas tjetrës krijimi gradual të vitrazhave, duke ndjekur urtin e Milingones, e cila duke grumbulluar pak nga pak në fund me durim arrin rezultate të mëdha. Po e dëgjuat mirë, është një dhurates i huaj. Duke hyrë në shërbim e veprës, shpresoj të mos e teproj kur them se ajo që shikni rreth jush është një mrekulli e vogël. Një men duke dhenë pas pergamenat mjesjetare kantiku i Shën Franceskut është rishkruar me qelq, të ngjorosur e me plumbë. Edhe kjo gjithë një teknike mesjetare. Per mua, i rritur që nga fëmijëris në magjin e pafunshme të ngjyrave të qelqeve e punishtes së tim eti, ky është një material krejtësisht i gjallë. Si diket edhe nga ana fizike, qelqi nuk është një trup i ngurtë, por një lengë me rrjedhje të ngadaltë. Megjithatë, ajo që ban vërtet të veçantë për sytë tanë është aftësia e tij për t'i rokur ngjyrat me të ndryshme dhe për të kryer ato të ndryshme kur përshkohet nga drita. Kësaj nuk duket e çuditshme që zgjollen të nxytemi me përmes pamjes e një poezi e kantikut të Vlajdjelit, i cili na flet për nanën tokë, për vlla ujë, për vlla zjarri e për moter erën e ajrin. Duke përdorur rreren e silicit të shkrirë me zjarë, të përftuar diçka të kthjellet si ujë, dhe të aftë për ta kapur dritën e për ta shpërndahur si ajri. Në qelq mund të gjejmë një sintezë të lashtë, por gjithnjët e vërtet, të asaj që jep thelb, formë, jeshqi, botës së cilës i përkasim, me kushtë që të thurim me një marrëdhënie vllazërie. Faleminderit. Faleminderit, Patër Flavio. Patër Flavio në shembullin e urdhrit franceskan, shembullin fantastik të Shën Franceskut Asizit, ndau me dashuri me mua sot pjesën e moderimit, ndaj me shumë kënaqësi. Dëshiroj të ftoj Patër Bernard Caruanën, i cili është vikari përgjithshëm i Arqidioqezës Tiranë-Durrës, natyrisht edhe lektor pranë Universitetit Tiranës dhe Universitetit Zoja Këshillit Mirë, për kumtesën e tij Drita e Krishtit, pragu i misterit dhe kantieri i bukurisë. Një tog metaforash që në fakt e përshkruajnë mjaft mirë kontributin e Shën Franceskut Asizit. Patër Bernard.
Mirëmëngjes të gjithëve, të përshëndetje. Ky reflektim në fakt synon të eksploroj dëndesinë teologjike dhe shpirtërore të dritës, rinjosur sigurisht në fjalën e Zotit, ruajtur në traditën e kishës dhe e bërë ndjeshme në fakt në përvojën liturgjike, por edhe artistike. Bëhet fjalë për një itinerar që nuk i përket vetëm spekulimit teologjik, por prek jetën konkrete të bashkësisë së krishterë e thirrur të jetë bi e dritës. Dhe të dëshmoj në botë frytet e asaj drite, mirësinë, drejtësinë dhe të vërtetën. Në një epokë që shpesh lëkundet midis verbimit nga dritat artificiale dhe errësirës së shgënjimit, kisha ka misionin të tregoj dritën e vërtet, atë që ndriçon çdo njeri. Rruga e dritës nuk është një shmangie spiritualiste, por një rrugë ungjëllizimi, bukurie dhe bashkësie. Dhe atëherë tema e dritës për teologjinë e krishterë nuk është një kategori thjesht konceptuale, as një sugjestim vetëm estetik, nuk është vetëm metaforë poetike ose simbol zbukurues, por përben gjuhën ontologjike përmes së cilës vetë zbulesa artikulohet dhe komunikohet. Shkrimi e dëshmon që nga fjalët e para të Zanafiles dhe Zoti tha u bëf dritë dhe u bë dritë. Deri pastaj të faqja e fundit të zbulesës ku Jeruzalemi qiellor nuk ka nevojë për diell as për hen, sepse lavdia e Zotit e ndriçon dhe llamba e tij është gjengji. Jezusi nuk paraqitet si bartës i dritës, një profet ose një mesues i ndriçuar, por si vetë drita. Ego eimi to fos to kosmo. Kjo e vendos atë në të njëjtën linjë atributash hinore që beslidhja e vjetër ja rezervon Zotit. Në të drita e amshuar dhe e pa krijuar e atit u bë mish. Damasheni, teologu i ikonave, përdor imazhin e dritës që nuk ndahet nga rrezja e saj për të përshkruar bashkimin e natyrës synore dhe njerëzore në Krishtin. Citoj: rrezja e hynis nuk ndahet nga dielli, por u bashkua me mishin ton për ta bërë banesën e saj dhe për të qenë një dritë të pandashme për ata që besojnë. Ai është drita që ndriçoi çdo gjë dhe që pa u ndar u bashkua me të, me ne. Dhe kjo e vërtet kristalizohet në besojmë në Nikes Konstantinopojës me shprehjen, siç recitojmë çdo të dielën, dritë prej drite. Ky formulim sanksionon bashkëqenien e Krishtit me atën. Biri është i lindur, Jezusi pra, jo si një reflektim apo krijesë, por si vetë esenca ndriçuese e Zotit. Drita e tij është e pandashme nga jeta. Ta ndjekësh atë do të thotë të dalesh nga errësira morale, ekzistenciale dhe shpirtërore. Dhe të marrësh dritën e jetës, që është hir e vërtet dhe shpresë e përjetshme. Ardhja e tij, mëshirimi, është shpërtimi i dritës së amshuar në kohën historike. Shën Ambrozi i Peshkvi Milanos mediton mbi kuptimin moral dhe praktik të i dritës, që jo vetëm është, por edhe vepron. Drita e Krishtit, thot, është drita e Zotit që shpërndan errësirat e gabimit dhe ndez në zemrat tona pishtarin e dijes dhe të devotshmërisë. Kush e ndjek atë nuk pengohet
sepse udha e jetës son ndryqohet nga prania e tij. Dritaret artistike të ngjyrosur mishirojnë ndoshta shembullin më emblematik dhe më të fuqishëm të kësaj synese. Në katedrale, por edhe në kish, veçanërisht ato gotike, arkitektura shndërrohet në një madhështi të vërtet, në një kavaz drite. Drita që depërton përmes qelqit të ngjyrosur nuk është thjesht një fenomen fizik. Ajo është konceptuar si shfaqje e ndjeshme e Gloria Dei, lavdinë e Zotit. Ashtu si qengji është llamba e Jeruzalemit qelor, drita që përmbyt hapësirën e shenjtë bëhet simbol i pranisë së pandërprerë dhe e gjallëruese të Krishtit. Qelqi, materie e brisht dhe e tejdukshme, përshkohet, shëndërohet duke u bërë ikon e transformimit të njeriut, që duke u lënë të debërtohet nga hiri, hapet ndaj një transfigurimi, shëndërimi të brendshëm, siç kujton Shën Ireneu, lavdia e Zotit është njeriu që jeton, dhe jeta e njeriut është shikimi i Zotit. Dhe në këtë kuptim, drita që filtron dhe transfiguron hapësirën liturgjike nuk bën gjë tjetër veç se riprodhon në imazh atë që ndodh në shpirtin e banuar nga hiri. Hans von Balthasar, teolog i shekullit 20, të përshkruante këtë përvojë si shpërthim e lavdisë hynore që e tërheq dhe ma gjeps njeriun. Zoti është bukuri, dhe bukuria është vetëqfaqja e së vërtetës dhe së mires. Edhe Papa Benedikti XVI, duke medituar mbi kuptimin e dritës në kish, thoshte: e bukura nuk është një aksesor, por një element thelbësor i veprimit liturgjik, sepse është një rezatim i lavdisë së Zotit. Kështu, drita që filtron përmes qelqit të ngjyrosur bëhet thuajse një liturgji e heshtur. Dhe në fakt për shekuj me radh, kur alfabetizmi ishte i kufizuar dhe leximin e shkrimeve nuk e kishin të gjithë të mundshëm, dritaret me qelq të ngjyrosur në katedrale apo kisha kishin një funksion thellësisht katekistik. Ato ishin një e vërtet Biblia Pauperum, një Bibel e të varfërve, që përmes gjuhës universale të ngjyrave, simboleve, figureve, hap të qasjen në historia salutis, historia shëlbimit, edhe për ata që nuk dinin të lexonin. Shën Gregori i Madh, që në shekullin 6 thoshte: ajo që është shkrimi për ata që din të lexojnë, është imazhi për të paditurit. Në të, edhe analfabetet shohin çfarë duhet të imitojnë. Në të lexojnë atë që nuk njohin shkronjat. Arti i shenjtë ka qenë dhe mbetet një formë ungjillizimi atëherë që aftëson të ushqehet jo vetëm intelekti, por edhe imagjinata, por edhe zemra. Përmes vitrazheve, besimtari nuk lexonte një tekst, por hynte vizualisht në historinë e shenjtë. Çdo skenë nuk ishte vetëm kujtim i së shkuarës, por një prani e gjallë, e bërë aktuale, vepruese në hapësirën liturgjike. Mesjeta, me sintezën e saj ndërmjet artit dhe fesë, e koncepton të kishën si një summa teologjika në imazhe. Çdo dritare, ashtu edhe si çdo afresk apo skulptur, ishte një fragment zbuluese që ndriçonte jo vetëm ndërtesën, por edhe ndërgjegjen e besimtarit. Dritaret nuk ishin vetëm ilustrime, por instrumente pedagogjike që flisnin përmes simbolikës dhe së ngjyrave të dritës.
Për shembull, bluja evokonte misterin hynor dhe transcendencën, e kuqja dashurinë dhe sakrificën, jeshilja shpresën dhe jetën e re. Dhe kështu besimtari mësonte të lexonte botën me sy të shëndëruar, të transformuar, transfiguruar, duke njohur në çdo shenjë praninë e krijuesit. Siç kujton teologu Guardini, arti I shenjtë nuk dëshiron të jeshtë të mësoj, por të fusë në atmosferën e misterit, të bëjë që njeriu të bëhet I aftë, të marrë atë që liturgjia dhuron. Pra, drejtarët nuk janë vetëm katekizëm përmes imazheve, por porta drejt misterit që kremtohet. Edhe sot në një kontekst ku kultura e imazhit dominon, drejtarët dhe arti I shenjtë mund të luajnë përsëri një rol vendimtar. Papa Francesku në një audiencë të vitit 2016 kujtoi arti është I aftë të hap një derë drejt pafundësisë, drejt një bukurie dhe të vërtete që shkojnë përtej të menjëhershmes. Imazhet, nëse janë autentikisht te krishtera, nuk tërheqin drejt vetes, por qojnë përtej, drejt atij që është drita. Loja kromatike, siç mundet të dëshmojmë në këtë kish, që ndryshon dhe shndërrohet gjatë orëve të drites, I jep hapësirës së shenjtë një karakter dinamik, gatë të gjallë. Dhe kisha nuk është kur e njëjtë me veten. Çdo rreze që përshkon qelçin është një mesazh gjithmonë I ri, një thirrje për të çoditur të vërtetën e amshuar në forma gjithmonë të ndryshme. Dhe kjo lëvizje I drites nuk është vetëm efekt estetik, por një pedagogji shpirtërore që edukon shpirtin në kalimin nga e përkohshmja tek hinoria. Tradita mistagogjike e kishës ka theksuar gjithmonë se liturgjia është një udhëtim progresiv nga e jashtëmja në të brendshëm, nga e dukshmja në të padukshmen. Siç kujton Dionisi Areopagiti, drita hynore u komunikohet krijesave në mënyrë të përshtatur për secilën, duke ngritur gradualisht drejt misterit. Kështu, pra, dritarja, duke lënë të filtrohet drita e transfiguruar, bëhet ikon e nisjes shpirtërore. Njeriu I goditur nga bukuria e ndjeshme, udhëhiqet drejt bukurisë së pakrijuar, Zoti pra. Përvoja e drites së ngjyrosur nuk mbetet pra e jashtme, por prek thellësisht e qenjes. Ajo tërheq zgjon habin dhe në këtë mahnitje ndez edhe dëshiren për Zotin. Drita e dritareve është një prekje e heshtur, një shenjë që zgjon në zemër mallin për hinoren. Pra, dritarja me qelç të ngjyrosur, përveç se është një zbukurim sigurisht arkitektonik ose një vepër arti, mund të guxojmë të themi që është edhe një medium I vërtet sakramental. Ajo e fut besimtarin në përvojën e misterit përmes shqisave, duke përgatitur për një pjesëmarrje me të thellë në liturgji. Kisha përmes dritareve të saj dëshmon se bukuria via pulkhritudinis nuk është një aksesor estetik, por në fakt një rrugë e privilegjuar për të hyrë në të vërtetën. Benedikti XVI pohonte apologjia vërtet e fesë krishterë, dëshmia më e bindëse e së vërtetës së saj, përballë çdo mohimi, është bukuria që feja lind.
Do një implikim tani barjetor dhe misionar. Bukuria ka një forcë komunikative që ka përcen kufit kulturor, gjuhësor dhe madje dhe fetar. Shën Tom Aquini përkufizonte si ajo që kur shihet pëlqehet. Një kënaqësi që nuk kufizohet në shqisore, por që rënjoset në harmonin dhe të vërtetën e gjerave. Kur bukuria është transparente ndaj hinores, ajo nuk e ndalë shikimin mbi vetë, por e drejton tek Zoti. Dhe koha jon jeton në fakt një paradoks. Nga njëra anë është e të mbushur me imazhe sipërfaqësore, kaluese, konsumiste. Nga ana tjetër dyshon ndaj imazheve të thella. Nëse sot flasim për imazhet fake ose të krijuara me inteligjencën artificiale, sigurisht këto dritaret nuk hyjnë apo jo në këtë fush. Pra në këtë kontekst kisha është thirrur të ofroj shenje të bukurisë autentike, të vërtet, të afta të prekin zemrën për te i mbrojtjeve racionale. Që mpali kujton të krishterët, dikur ishit errësirë, tani jeni dritë në Zotin, prandaj silluni si bijtë e dritës. Të jesh dritë nuk është një atribut natural i besimtarit, por një dhurat e marrë një pakzim. Njeriu i ndriquar nga Krishti bëhet nga ana e tij transparencë, reflektim i lavdisë së tij. Ashtu si dritaret me qelç të ngjyrosur bashkojnë fragmente qelçi në një vizatim të vetëm, ne shohim vetëm një vepër arti këtu. Arti në kish është një thirrje e vazhdueshme për bashkim. Unitet, drita duke kaluar përmes ngjyrave nuk i anullon ato, por i lartëson por së bashku. Kjo nxit vlerësimin e karizmave të ndryshme dhe të historive personale të fesë, të copëzave, brenda planet të madh unitar të kishës të ndriquar nga Krishti. Drita Krishtit e shpallur ne besojmë, bëhet e dukshme, e ndjeshme në dritaret artistike. Arti i shenjtë është ura ndërmjet doktrinës akademike dhe përvojës barjetore, duke i ofruar bashkësisë atëherë një vend, një hapësirë teologjik, logos teologicus, ku e amshuarja prek kohën dhe hynorja manifestohet përmes gjuhës sublime të bukurisë dhe të dritës. Dhe atëherë, ashtu si dritaret përbëjnë një fragmente të vegjël qelçi, një figurë harmonike, po kështu kisha mbledh dhe bashkon jetet individuale, karizmat, historitë personale, në një simfoni të vetme bashkimi. Çdo copë qelçi veçmas mund të duket e parëndësishme, apo edhe padobishme, por e vendosur në mozaikun e madh të planit hynor, e ndriquar nga drita, ajo bëhet pjesë e një bukurie me të madhe se vetvetja. Drita që përshkon ngjyrat, siç kemi thënë, nuk i anullon ato, nuk i shkrin në një tonalitet të vetëm e të paformë, por i lartëson secilën në specifikën të saj. Po kështu edhe hiri i Krishtit nuk i zhduk dallimet personale dhe karizmatike, por i çon ato në përmbushje, siç shkruan Shempali. Ka karizma të ndryshme, por vetëm një është shpirti. Ka shërbesa të ndryshme, por vetëm një është Zoti. Ka veprimtari të ndryshme, por vetëm një është Zoti, që vepron gjithçka dhe në të gjithë. Faleminderit. Faleminderit Pater Bernard për këtë trajtesë, ju i bëni jo vetëm akteve të vitrazhit për lidhjes
transcendentale mes asaj që përfaqësojnë edhe nevojës tonë si besimtar për të bërë një lidhje vertikale me krijuesin ton. Do të e gjej me vend të shtoj se vitrazhet me këtë tematik të Shën Franceskut Asizit të kësaj kishe hynë atë gjerdanin botëror të kishave të tjera të stolisura me motive në vitrazh të kantikut të Vlladiellit të Shën Franceskut Asizit, cilat gjenden në Bazilikën e Shën Franceskut në Asizi, gjenden në kishat e Krakovit, gjenden në Irland, gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që është një fakt mjaft cilësor dhe shumë i kënaqshëm për ne që dhe kisha jon hyn në këtë zinxhirin e bukur të vitrazhit të këtij akti kaq artistik, po gjithashtu edhe kaq predikues në heshtje. Patër Bernardi edhe Patër Flavio e përcaktuan jashtëzakonisht mirë jo vetëm raportin mes ngjyrave, por edhe këtë drejtimin shpirtëror që besimtari në kish merr duke kryer aktin e soditjes si një nga aktet më të bukura, më cilësore, transcendentale, po edhe karizmatike njëkohësisht. Kështu që është edhe një akt sa katarstik, po aq edhe artistik. Natyrisht, ky art na vjen i domosdoshëm në kishën tonë përmes mjeshtrave, cilët natyrisht ne kemi kureshtje të pyesim edhe të dëgjojmë prej tyre të gjithë procesin e krijimit deri në paraqitjen e kësaj expozitio perpetua o eterna. Kështu që kam kënaqësinë edhe nderin të ftoj dy artistët e artit të vitrazhit, le të themi Anila dhe Edmond Sinaj. Albana, më falni. Eduard dhe Albana Sinaj. Skajgje. Sinaj dhe Eduard Sinaj. Sinaj. Jo, skajgje, nuk... Unë nuk dua të marrë shumë kohë se paka shumë gjëra të thanë dhe nga Patër Flavio dhe nga Bernardi por unë do të them diçka më historike në lidhje me këtë kishë që kam vetë në përjetim personal, se unë me këtë kishë kam një lidhje që me Patër Zef Plumbin dhe kjo lidhje shikojmë qikë si mos t'i ndatorën dhe gjërat. Kjo ka filluar që, po them, në vitin 96. Kur atëherë unë kisha një njohuri, po themi, të vakët për mozaikun, por arrim të bënim diçka. Dhe kisha realizuar një portret të Krishtit, me aq sa dije dhe me aq sa kishim informacion në atë kohë. Dhe më thot kunati im që ka shtëpi këtu afër që te kjo kishë është një prift shumë i mirë, më thot, më shko takoj një herë dhe tregoja. Dhe unë ashtu bëra, mora atë mozaik dhe erdha këtu. Në atë kohë nuk qe fare kjo kishë që një ngrejinë e vjetër. Por atë Zefi me shumë dashuri më ftoi brenda dhe pasi pa mozaiku më thot birim bukur thot, por nuk është katolike më thot mua. Unë atë kohë sigurisht nuk e kuptoja këto gjëra. Se kisha parë një revistë evangeliste dhe aty kisha marrë motivin për të bërë këtë mozaik. Por më tha, por mund të kem një diçka për ju, një punë, tha mua, që nuk e dija e bëni, tha. Dhe më tregoi 2 kuti me gur mozaiku që ai kishte marrë në Itali. Dhe më thot, unë do të bëj mozaik në shenjtroren e Laçit, më thot. A e bëni, më tha mua? Po ta provojmë një herë, patri, thash. Pse jo? Dhe kështu, që mos ta zgjas u nisëm që këtu të nesërmen direkt në kishën e Laçit. Dhe aty për gati 10 ditë realizova mozaikun e parë, po themi, brenda një kishe, një apsid
ku vendos pastaj shtatorja e Shën Antonit Padovës. Dhe kur kthehesha me atë Zefin, ai më thot një fjali që unë nuk mund ta harroj. Ti biri im, thot, do punosh për kishën, thot mua. Në vitin 96 ishte tjetër gjë, domethënë. Por doli që kjo fjalë që i tha ishte e vërtetë. Se unë qës asaj dite dhe deri më sot bashkë me bashkëshorten time albanën kemi punuar në mbi 60 kisha në Shqipëri, Kosovë, në Malzi, Kroaci, në Itali kemi bërë 4 kisha, edhe gjeri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ajo që ka tha ai frat, ishte që të them një perifrazim, themi nga Zoti. Pastaj të kalojmë në fazën e dytë, që edhe kjo është një fazë shumë interesante, njohja me Padre Flavion. Dhe me një atë sekonda që ishte drejtori i Caritasit shqiptar, që përsëri dhe me këtë më njofi atë Zef Plumbi. Në momentin që njoh Padre Flavion, ai kishte ardhur me baban e tij këtu. Dhe Padre Flavio shpreh shumë interes për mozaikët, se unë atë kohë punoja vetëm mozaikun, dhe filluam të punonim bashkë në kishën e Lezhës dhe në disa kisha tjera. Se Padre Flavio nuk pushon, është njeri i tillë që gjithmonë ka ide dhe gjithmonë i punon mendja si të zbukurojë kishat tonë në Shqipëri. Dhe kështu filloi një bashkëpunim jashtëzakonshëm ndër vite me Padre Flavion. Dhe që ky bashkëpunim pastaj u bë edhe më, po themi, solid dhe më i fortë kur ne filluam të punonim vitrazhin. Që për çudi ne filluam ta punonim në Kosovë vitrazhin, se aty na u kërkua për herë të parë. Pasi bëm një shkollë intensive në Itali, në Firenze, për të njohur më thellë me teknikën, ne filluam direkt sa u kthyem të aplikonim vitrazhin në kishat tona. Kishën e parë që bëm, me Padre Aleksandr Tanushin, ishte një porosi në kishën e Bajzës, dhe më njëherë pas kësaj ishte Padre Flavio, nuk mund të ishte tjetër njeri, domethënë. Bëm 3 vitrazhe të vegjël në kishën e Kepit Rodonit. Dhe pastaj kjo mrekulli e dytë, po themi, vitrazhi që kishte hyrë tashmë në jetën tonë artistike, nuk pushoi së qëni, domethënë. Në 8 vjet ne kemi realizuar shumë vitrazhe në shumë kisha. Por kur Padre Flavio erdhi në Tiranë, qëllimi i tij ishte që këtë kishë ta plotësonte. Dhe sigurisht filloi pa humbur punë me idetë e tij, në fillim me lunetat sipër, dhe pastaj në mënyrë graduale zbritëm poshtë, domethënë. Në fillim u bën 2 vitrazhet që janë në 2 anët anësore, florale, dhe më njëherë pas to Padre Flavio e kishte mendimin e tij që të bënim 2 shenjtë e mëdhenj, Shën Franceskun dhe Shën Antonin e Padovës. Pasi punë të madhe projektuese nga Albana, që është gjysma ime në këtë punë, dhe sigurisht në udhëheqjen e Padre Flavios ne arritëm të krijonim një vërtet një ansambël të mrekullueshëm punësh, që u përmbyll me kantikun e mrekullueshëm, që dhe unë vetë jam shumë i lumtur që arrita ta kurorëzoj këtë punë shumë vjeçare në këtë kishë bashkë me Albanën. Dhe për një fakt të thjesht që më në fund edhe në kishat tona të fusim dhe element më modern,
më koherent, po themi, jo vetëm figura, domethënë shkurt, për mos e zgjatur më, tani ndjehemi të plotësuar dhe në këtë histori kaq vjeçare të punës time në këtë kishë, domethënë bashkë me Albanën, shpresoj që të kemi bërë diçka mjaft mirë dhe për të shërbyer edhe të rinjve, edhe sigurisht edhe vendit tonë. Ju falenderojmë të gjithë që keni ardhur dhe na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Albana dhe Eduard, këtë radhë pa lapsus, për këtë punë të jashtëzakonshme dhe për këtë pasuri jo vetëm për bashkësinë e kishës së Shën Antonit të Padovës, por për të gjithë ata që te Zoti mbështesin jetën e tyre. Sido qoftë, ju bëjmë dije se një broshurë informuese mbi këtë punë kolosale mund ta gjeni pranë portës qendrore dhe tani ka ardhur momenti për të shprehur ju nëse dëshironi interesat tuaja, kurreshtje, ndonjë pyetje për Patër Flavion dhe artistët e vitrazheve apo Patër Bernardin. Mirë, dhe një kështu informacioni orës së fundit, pasi ne të kryejmë të gjitha procedurat e bekimit dhe ceremoninë brenda në kish, ju pret edhe një koktejl në pjesën e poshtme, në hallin e poshtëm të kishës së Shën Antonit. Mirë, po ju lëm në pak sekonda shoqërinë e... Ky është momenti kur mbetesh pa tekst dhe regjia nuk të ndihmon. Jemi duke u bërë gati për ceremoninë e bekimit, pas pak do të jenë një lexim i psalmit edhe ceremonia me këtë rast. Po le të qëndrojmë pak sekonda. Patër Flavio mlat pa tekst. Regjisori u largua. Mirë, unë sapo i ftova të pranishmit në një lutje të brendshme derisa ju të jeni gati për vazhdimin e ceremonisë së bekimit. Që është një ceremoni shumë shkurtër, në të cili kushtojmë në shërbimi liturgjik ata veprat artistike që janë përgatitur. Ju kujtoj se mas kjo moment përfunditare kemi edhe një koktejl i vogël atje nën kishës në salla që është poshtë. Faleminderit. Në emër të Jatit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë.
Hiri i Zotit ton Jesu Krishtit, dashuria e hyt dhe bashkimi i Shpirtit Qenjtë qoftë me ju të gjithë. Fort të dashur, rriti i bekimit që po kremtojmë, duke i paraqitur popullet e krishterë për nderim, figurat e reja të Shën Antonit, Shën Franceskut e të kantikut të vëlla Diellit, i jep para se gjithash lavdi hyt, burim e çdo shenjtërie. Shenjtërit janë miqt dhe trashëgimtarët e Zotit Jezus, shembujt dhe pajtoret tanë. Na duan, na ndihmojnë, ndërmjetësojnë për ne në fuqitë e lidhjes së mëstershme të bashkimit ndërmjet gjymtyreve të kishës shtegtare në botë dhe atyre që tashmë kanë hyrë në Jeruzalemin qellor. Të ulemi. Nga libri i Zanafillës. Zoti hy, mbolli një kopsht në Eden. Në lindje e në të vendosi njeriun që e kishte krijuar. Zoti hy bëri që prej toke të mbi çdo lloj peme, e bukur për t'u parë dhe e shishme për t'u ngrënë. E në mes të parizit pemën e jetës, e pemën e dijes së mirës dhe të keqes. Një lumë buronte nga Edeni për ta ujitur kopshtin. Preandej ndahej e formonte 4 krah. Njëri quhej Pison. Ky dredhon rreth mbar tokës së Hevilatit ku ka arë. Ari i asaj toke është shumë i mirë, po ka edhe bdel dhe gur onikin. Lumi i dytë quhet Geon. Ky i sidhet rreth mbar tokës së Etiopisë. Kurse lumi i tretë quhet Tigris. Ky rrjedh në lindjen e Asirisë, e lumi i katërt është Eufrati. Zoti hy e mori njeriun dhe e vendosi në kopshtin e Eden, që ta punoj e ta ruaj atë. Fjala e Zotit. Tani me psalmin 148 të bajnë Jehona për të krijimit për një koftë i mirë në të cili jemi vendosur e që formon jeta jonë dhe mjesin e të cili jetojnë. Kjo është psalmi që është ka një pjesë frymëzuese pikërisht në kompozimi që Shën Francesku ka ba për kantikun e tij vllau Dielit. Lavdërojeni Zotin prej qiellit. Lavdërojeni atë në lartësi. Lavdërojeni të gjithë engjëjt e tij, lavdërojeni të gjithë ushtritë e tija. Lavdërojeni diell e hën, lavdërojeni të gjitha yjet ndriçuese. Lavdërojeni qiejt e qiejve, edhe ju o ujëra që jeni mbi qiell. Le ta lavdërojnë emrin e Zotit sepse ai urdhëroi e ato bën. I vendosi ato për jetë të jetës sipas ligjit që nuk njeh ndryshim. Lavdërojeni Zotin, ju që jeni mbi tokë, përbindshat të detit dhe të gjitha humnerat, ti o zjarre, breshër, bore, mjegull, ti o ere stuhishme që kryen urdhrin e tij. Male e kodra të gjitha, lëndë frutore e të gjitha cedrat, e gërsira e të gjitha bagtit, zvarranik, e ju o shpend me flatra, ju o mbretërit e dheut, e popuj të gjithë, princa e të gjithë gjykatësit e dheut,
djelmosha e vajza, pleqe foshnja, le ta lavdërojnë emrin e Zotit, sepse i madhërishëm është veç emri i tij. Madhëria e tij kalon qiell e dhe. Ai e ngre fuqinë e popullit të vet, mburrje për të gjithë të drejtët e vet, për bijtë e Izraelit, popull i afër mbi tij. Ngrimin e këmbë. Të lutemi. O hyj burimi çdo hiri dhe shenjtërie, shikoje me dashuri besimtarët e tu që i kanë përgatitur këto figurët e ndritshme, të Shën Antonit, të Shën Franceskut e të kantikut të Vëlla Diellit. Bëj që ta përjetojmë fuqinë e ndërmjetësimit të këtyre miqve dhe trashëgimtarëve të Krishtit pranë fronit të lavdisate nëpër Krishtin Zotin tonë. Le ta bekojnë Zotin ton, i qoftë ndere lavdi tashe për gjithmonë. Le ta bekojnë Zotin ton, i qoftë ndere lavdi tashe për gjithmonë. Engjëjt e Zotit bekojeni Zotim, e ju oqej, bekojeni Zotim, ujrat në qenit, bekojeni Zotim, të gjitha ju fuqi, bekojeni Zotim. Le ta bekojnë Zotin ton, i qoftë ndere lavdi tashe për gjithmonë. Zjarën zëtësim, bekojeni Zotim, hacar e vap, bekojeni Zotim, vese e brym, bekojeni Zotim, akull e cegëm, bekojeni Zotim. Le ta bekojnë Zotin ton, i qoftë ndere lavdi tashe për gjithmonë. Bresha e borera, bekojeni Zotim, net e dit, bekojeni Zotim, dritë ersir, bekojeni Zotim, vetetima ere, bekojeni Zotim. Le ta bekojnë Zotin ton, i qoftë ndere lavdi tashe për gjithmonë. Bite njeriut, bekojeni Zotim, bite Israelit, bekojeni Zotim, prifterim të Zotit, bekojeni Zotim, shërptoret e Zotit, bekojeni Zotit. Le ta bekojnë Zotin ton, i qoftë ndere lavdi tashe për gjithmonë.
Zoti qoftë me ju. Ju bekoft hy gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirtin Shenjtë. Shkoni në paqe. Duke falenderuar edhe një herë, ju ftoj për me kaluar pak kohë së bashku në banë përshëndetje edhe komentimet atje poshtë, ose shkalla, ose djafsa, ose të dal nga kisha. Faleminderit edhe shpresoj se është një rast për me vazhdua një dialogu që gjithmonë ka qenë pasur nga kisha dhe arta. Artistat e kishat janë gjithmonë një takim që ka prodhua për njerëzimi në çdo shekull, edhe në shekullin tonë. Faleminderit Zotit. Mirë. Desha, Padre Flavio, desha të falenderoj për ftesën edhe që na mundësove që të jemi këtu të pranishëm. Dëshiroj të përcjell gjithashtu përshëndetjen dhe bekimin e arqipeshvit, mësot Arjan Dodaj, gjithashtu edhe përshëndes i ngarkuar me punës së shenjtë, mësot Paul Streq, që është edhe në mesin tonë, falenderojmë, Padre Zef, meshtarët e tjerë dhe bashkësinë fletërve franceskan. Sot edhe u plotësu një dëshirë dhe një traditë shumë të lashtë midis franceskanet dhe dominikanet, sepse për festën e Shën Franceskut zakonisht shkon e prori i dominikanëve, gjithashtu edhe për festën e Shën Dominikut ftojmë e prorin e franceskanëve. Kështu që këtë bashkësinë edhe këto drejtarët të gëzofshin le të jenë gjithmonë të himn dashurisë, himn i lutjes që bashkësia famuljetare dhe të gjitha ata që do të vizitojnë këtë kishë të kenë gjithmonë për zemër dhe si rrugë drejt Zotit dhe drejt bashkimit. Ju përshëndes të gjithëve.